Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shikues, vëllezër dhe motra, paqja, shpëtimi dhe rahmeti Allahut Azza wa Jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ad-dinu nasiha." Krejt feja janë, Islami jon është nasihat, është këshill. Atëherë lejoni që t'ju këshilloj për hir të Allahut subhanahu wa taala, fillimisht veten, pastaj edhe juve. Shoqërohuni me shokë të mirë, me shoqe të mira. Shoqëroni me ata njerëz të cilët ja kanë ndrojën Allahut, falin namazin, e kanë të qartë halalin dhe i afrohen asaj, e kanë të qartë haramin dhe largohen prej saj. Njerëz, shok, të cilët janë të përkushtuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kur takohesh me ta, të këshillojnë, të udhëzojnë. Por nëse e haron Allahun, të përkujtojnë. Por nëse bjen në gjunahe, gjunahet e tuja ata t'i mbulojnë, pastaj të këshillojnë që të pendohesh, të kthehesh në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Shokët e mirë, shoqet e mira janë ata, nëse të vështërson punët, ata t'i lehtësojnë me këshillat e tyre më të bukura. Qoftë me këshilla, qoftë edhe në aspektin fizik, qoftë edhe në aspektin material. Janë afër teje. Shoqënia e hajrit, shoqënia e mirë është kjo shoqëni. E lutim Allahun që Allah të shtoj shoqëri të mirë në mesin tonë. Selam aleikum.